Dëshmitarët e prokurorisë speciale në rastin kundër Nagip Kresniqit, të akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare në Korporatën Energjetike të Kosovës, vazhdojnë të jenë profile të ndryshme të këtij institucioni, të cilin Kresniqi udhëhoqi për një kohë. Në seancën e radhës, paratrupi gjykues dëshmoi eksperti i lartë për bilanc të energjisë në kuadër të Departamentit për Menaxhim të Kapaciteteve, bilanc dhe tregtim të energjisë në KEK, Granet Beqiraj. Beqiraj tregoi se ky departament nuk ka qenë në dienisjan duke tregtuar energji elektrike me operator të jashtëligjshëm, deri në momentin kur ZRE-ja bëri hapin e parë. Një shkresë, domethënë zyrtar nga zyra e rregullatorit, që ka kërkuar domethënë një raport mbi procesin e trajtimit të kompanive të cilat është duke tregtuar. Kjo shkresë domethënë është dërguar domethënë tek zyra për tarifa dhe çështje rregullative në KEK. Domethënë deri me këtë kohë, domethënë neve nuk kemi pasur një njoftim që jemi duke tregtuar domethënë me operator jashtëligjshëm. Dhe njëra prej kompanive domethënë që ka qenë duke bërë tregtim ka qenë edhe kompania HESE. Sepse para kësaj kohe nuk kemi pasur një kërkesë që domethënë duhet me qenë patjetër kompanitë të licencuar në Kosovë në mënyrë që marrin pjesë që mund të tregtojnë. Pas kësaj, zyra për tarifa e çështje rregullative në KEK kishte dërguar kërkesë në për të gjithë operatorët me të cilët tregtonte energji për të vërtetuar licencën e tyre. Kanë vendosur se fillimisht të dërgohet njoftimi si se ka paraprakisht që të sjellin domethënë licencën nëse është licencuar ose sipas parimit të reciprocitetit. Operatorët të cilët nuk I kanë sjell këto licenca ju ka dërguar njoftimin për shkëputje të kontratës. Më gaboj është qershori I vitit 2023. Por gjithë këto komunikime mes KEK-ut e ZRE-s në lidhje me licencat e operatorëve që po tregtonin energji elektrike. Dëshmitari thotë se në dieni kishte qenë gjatë gjithë kohës Nagip Kresniqi si kryeshef I KEK-ut. Sipas aktakuzës, Kresniqi në cilësinë e kryeshefit të KEK-ut nga 15 tetori 2021 e në vazhdimsi ja kishte mundësuar tregtimin e energjisë operatorit ekonomik Holding Slovenske Elektrane, në kundërshtim me ligjin për energjinë elektrike dhe ligjit për rregullatorin e energjisë. Me këtë, HSE është mundësuar përfitimi pasuror dhe shmangja nga tatimi në Kosovë, duke dëmtuar buxhetin e shtetit për afro 532.000 euro, kurse KEK-u ishte dëmtuar me rreth 3.229.000 euro.